Përshëndetje miq, dua ta ndaj këtë mrekulli sot me juve. Ishim gjithë familja duke rinovuar dokumentat dhe ndërkohë kur më erdhi radha mua, u prishën makinat. Gjithë njerëzit, kishte shumë njerëz në radhë dhe gjithë njerëzit u shqetësuan se kishin humbur punën, se duhet vinin përsëri, tash makinat s'po punojnë. Dhe unë ashtu si që isha e mbështetur aty te sporteli, vetëm u ktheva shpinën dhe në atë moment imagjinova me sy hapur sikur një dritë po zbret nga Zoti dhe vetë dora e Zotit po i rregullon ato makina. Dhe po sa e kam kryer imagjinimin, një dritë ka kalu para meje dhe më ka tremb dhe ka hyrë në sportel. Kur i kam shiku punëtor, derisa ishin të përkullur duke punuar, ata janë ngritë të dy në këmbë edhe janë dritur nga unë. U rregullua gjithçka. Në fund po funksionojnë. Dhe kjo vërtet më bëri shumë të lumtur. Faleminderit.